Drejtoria vendore e policisë Shkodër ka bërë publike një sër ngjarjesh të ndodhura gjatë 24 orëve të fundit, ku përfshihen aksidente rrugore, raste të dhunës në familje, shkelje të ligjit dhe një vatër zjarri në zonë malore. Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor arrestuan një shtetas kosovar 51 vjeç, pasi në aksin kryebushat mjet, duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur, i ka ndërprer rrugën një automjeti tjetër. Si pasojë e përplasjes janë dëmtuar lehtë drejtuesi i mjetit tjetër 75 vjeçar, bashkëshortja dhe mbesëti e mitur, të cilët pas mjekimit janë kthyer në banesë jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë në aksin Shkodër-Muriçan, një 24 vjeçar ka humbur kontrollin mbi motomjetin dhe është përplasur me një automjet tjetër. Ai ka pësuar dëmtime të lehta, ndërsa ndaj tij ka nisur procedimi penal. Në fushën e krimeve kundër personit, policia ka shpallur në kërkim një 40 vjeçar, i cili dyshohet se ka kërcënuar dhe ofenduar bashkëshorten e tij, e pajisur me urdhër mbrojtje. Po ashtu një 38 vjeçar është proceduar në gjendje të lirë pasi nuk i është bindur urdhrit të policisë për të ndaluar automjetin. Në malësi të madhe, një 49 vjeçar është proceduar penalisht për kryerje të punimeve të ndërtimit pa leje. Në një tjetër rast lidhet me një 48 vjeçar i cili është dërguar në Spitalin Rajonal Shkodër pasi kishte konsumuar mbi dozë të medikamenteve për trajtimin e depresionit dhe aktualisht ndodhet nën kujdesin e mjekëve. Ndërkohë, më datë 5 prill 2026 në fshatin Barcoll në Vallën e Dejës, dyshohet se si pasojë amortizimit të linjës elektrike është shkaktuar një zjarr në një zonë mali, ku janë ndjekur sipërfaqe me barishte dhe shkure. Materialet proceduriale për të gjitha rastet janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.